Arkitektura shqiptare ka shënuar një tjetër moment të rëndësishëm në skenën rajonale për fajësimin në Bienalen e 7 ballkanike të arkitekturës. Këtë vit, Shqipëria ka qenë bashkëmikpritëse e Bienales, duke forcuar rolin e saj si një kontribuese aktive në dialogun arkitekturor të rajonit. Pjesëmarrja e gjerë shqiptare u shoqërua me një prezantim të veçantë në ekspozitën kryesore, ku shfaqen 60 projekte nga 30 studio dhe arkitekt të ndryshëm, të cilët sollën një panoramë të freskët të inovacionit, identitetit bashkëkohor dhe diversitetit krijues të arkitekturës shqiptare. Përfaqësimi i Shqipërisë u mundësua me mbështetjen e partnerëve vendas, ndërsa listës së studios pjesëmarrëse janë bashkuar emra të njohur të fushës. Këtë vit, pjesëmarrësit shqiptar u vlerësuan edhe me disa nga çmimet më të rëndësishme të Bienales, duke konfirmuar kështu cilësinë dhe ndikimin e punës së tyre në peizazhin arkitekturor rajonal. Kam në studio profesor Florian Nepravishtën, arkitekt, që do të ndihmojë të kuptojmë më shumë bashkë me teleshikuesit se çfarë ishte kjo bienale që u mbajt në Beograd nga 12 deri në 20 nëntor, çfarë përvoje solli Shqipëria dhe çfarë u mësua prej saj. Profesor, mirëmëngjes, mirë se erdhët sot. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Bienalja e Ballkanit, e cila organizohet në Beograd, është një bienale e cila këtë vit kishte sesionin e 7. Ka disa bienale cilët për Shqipëria merr pjesë, atje me përfaqësues nga arkitektura shqiptare. Studio shqiptare, arkitekt shqiptar prezantojnë punët e tyre. Mua më ka takuar që t'jem koordinatori ose komisioneri për të realizuar këtë qëllim. Këtë vit ishim ftuar në një pozicion të veçantë, si co-host i Bienales. Do të thotë që kishim pozicionin më të rëndësishëm në Bienale, dhe kjo presupozon edhe dy fishin e punëve në raport me vendet e tjera të Ballkanit. Në Bienale marrin pjesë vende nga gjithë rajoni jonë, duke përfshirë Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Sloveninë, Kroacinë, pra gjithë vendet e Ballkanit, Romaninë edhe Greqinë. Kështu që është një aktivitet mjaft i rëndësishëm, ku ballafaqohet, si më thënë, arkitektura midis vendeve të ndryshme. Bienale ka dhe qëllimin tjetër, ka disa lejra, domethënë, zgjat shumë ditë, pra nga data 12 deri në datën 20, ku dita më rëndësishme është data e hapjes, data 12, në cilën hapet edhe ekspozita e arkitekturës, e cila ka disa kategori, që nga kategoria ndërtesave të ndërtuara, kategoria ndërtesave të pandërtuara, por që janë projekte, interieri, dizajni dhe botimet. Pra janë këto 5 kategori që me çfarë prezentuam pjesa jonë? Ne shqiptarët, me çfarë u prezentuam? Si host ne patëm, ishim në krye për të ekspozitës, dhe patëm edhe, si më thënë, vëmendjen kryesore. E kuptoj. Gjatë gjithë ceremonisë të Bienales të hapjes, mbas fjalimeve domethënë kryesore, muzika shqiptare ishte leitmotivi, domethënë, i ekspozitës. Dhe një efekt mjaft i mirë për sa i përket realizimeve të arkitektëve tonë. E cila specifika e përzgjedhjes, domethënë, të po pse u zgjat muzika për të shoqëruar si element pavionin tuaj? Këngëtari ishte një dashamirës i muzikës shqiptare dhe e shoqëroi për gjatë gjithë eventit. E kuptoj. Me çfarë prezentuam? Karakteristikë është që, si më thënë, përzgjedhja e punëve bëhet nga punët e arkitektëve shqiptar. Akoma pa shkuar të ajo bashkëpunimi me arkitektet e huaj. Pra janë punët origjinale, realizuara nga shkolla jonë e arkitekturës. Jo shkolla, jo vetëm Politekniku, ku në bëj pjesë, por edhe nga gjithë diapazoni i shkollave tjera. Gjithë rrjeti akademik e arkitekturës që është në Shqipëri, në të gjitha universitetet tona. Edhe arkitektë që kanë studiuar jashtë, domethënë marrin pjesë, janë pjesë. 30 studio prezentuan punët e tyre.
Kjo bë fal edhe një bashkëpunimi me Alumil Albanian, i cili financoi një pjesë të prezantimit për të Bienales. Bienale zhvillohet në 2 ditë, dita e parë ishte hapja, ceremonia e hapjes, dhe dita e dytë, duke qenë co-host, 3 studio shqiptare prezantuan edhe projektet e tyre. U pritën jashtëzakonisht mirë, një atmosferë ngrohtë pra, në Beogradin me shi. Ai këngëtari dikur këndonte në Bienalen e kaluar, këndonte Shi binte në Tiranë dhe Shi bie në Beograd. Kësaj radhe këndoi vetëm Shi bie në Tiranë. E kuptoj. Ishte dashuruar më shumë me sa duket elementi i muzikës shqiptare, kishte bërë të ishte më i ngrohtë me Shqipërinë. Çfarë dalloi në Bienale në kuptimin e paraqitjes së vendeve ballkanike në arkitekturë, çfarë i dalloi ato sot në elementet që po përqafojnë? Tema e Bienales ishte New Bauhaus në Ballkan. Do të thonë një temë interesante, e cila thret edhe një herë racionalizmin në arkitekturën bashkëkohore. Kështu që mbi bazën e temës ulëm tua dhe gjithë ekspozita. Pati punime shumë të mira, për numri i punime është 280-300 punime të prezantuara në këtë Bienale, ku ne kishim pjesën tonë 60 punime. E kuptoj. Dhe 60 punime nuk janë pak, 60 punime që keni shuar nuk janë pak, me 30 studio arkitekture, e kuptoj? Është goxha punë për të realizuar, por duke menduar që bëhet fjalë për arkitekturë, bëhet fjalë për volume, nuk bëhet fjalë për... Por është edhe kënaqësi, domethënë, është edhe kënaqësi që ti prezanton zhvillimin e sotëm të arkitekturës shqiptare. Ka një tërheqje, ka një interesim të jashtëzakonshëm se çfarë po ndodh sot në Tiranë. Tirana është kthyer në një laborator të projektimi, ku arkitektët vendas dhe arkitektë të huaj po kontribojnë për një imazh sa modern, sa më të shquar pra të vendit. Kështu që në vijat përgjithshme atraksioni është edhe kjo. Arkitektura e re po zhvillohet në Tiranë. Si më thënë, Tirana po zhvillohet me ritme të jashtëzakonshme. Do të thonë njerëzit vinë, kanë qenë 5 vjet përpara dhe mas 5 vjetësh gjejnë gjëra të reja. Sigurisht. Dhe kjo pasqyrohet që te interesimi edhe njerëzve nga vendas, po themi, nga Beogradi, por edhe të kolegëve tanë nga Malizi, nga Maqedonia e Veriut, nga gjithë rajoni ka një interesim të shtuar për Shqipërinë. E njëjta gjë ishte edhe pjesa e broadcastit, domethënë të eventit, sa edhe një intervistë pra në televizionin vendas u dha. Shi binte prapë në Beograd. Po, qartë, Shi binte në Beograd, pas ka mbetur leitmotivi i pjesës Bienales 7 të ballkanike të Beogradit. Profesor, më thuaj pak si është qasur sot arkitektura me hapësirat e reja urbane të Ballkanit. Ballkani është më i hapur në këto 35 vjet pas ndryshimeve të rënies së murit Berlinit në vitin 89. Ballkani është më i hapur ndaj vendeve të Perëndimit, është dhe më i goditur nga gjithë betejat diplomatike, gjeopolitike, nga rrymat të ndryshme, nga qarkullimi shumë udhëtarëve, njerëzve, korporatave. Çfarë veçon sot arkitekturën e Ballkanit në këtë përpjekje të arkitektëve për të lënë gjurmën e tyre? Se është dhe një konkurrencë e brendshme që arkitektët kanë me njëri tjetrin. Kjo ka qenë në çdo shekull, të paktën flas në 3 shekujt e fundit. Kam ndjekur shumë dokumentar të arkitektëve që kanë lënë gjurmë në historinë botërore të arkitekturës me vepra të mëdha që kanë ndërtuar. Dhe sigurisht konkurenca mes tyre i ka bërë mirë qyteteve, po kanë gjallur sigurisht dhe debate profesionale, apo jo? Tani, unë jam një brezi që dikur na mësonim të kontribuojnë për zhvillimin e vendit. Dhe unë vazhdoj të me mendimit që arkitektura dhe arkitektët tanë do t'japin kontributin e tyre. Do t'japin kontributin e tyre pëse se ndërtojnë vendin e tyre. Fatmirësisht, kjo demokracia ka mundësuar një marrëdhënie të jashtëzakonshme midis vendeve. Pra një komunikim të jashtëzakonshëm. Që nga shkollat tona janë të hapura, Universiteti Politeknik ka marrëdhënie me një pjesë të jashtëzakonshme shkollash, për në raport me çfarë kishim më herët. Edhe shkollat e tjera, kështu që ne kemi një plejad të re, një plejad arkitektësh të rinj, të cilët jo vetëm kanë studiuar mirë, por kanë pasur mundësi edhe të praktikojnë idetë e reja tashmë bashkëkohore.
Kështu që ka një hop të jashtëzakonshëm edhe të cilësisë së arkitekturës së studiove shqiptare. Sfida është star arkitektët, pra janë arkitektët e huajt, të cilat janë prezent tashmë në për konkurse, në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kjo sfidë është një sfidë sa konkurruese, aq edhe sfiduese për. Pse duhet që përvojave të studieve të mëdha me emër ti kundërvëm ose ti bashkojmë edhe forcat tonë. Përvojën e mundësive tona. O duhet jemi ne që do na bashkohen ata, o duhet jenë ata dhe ne do t'i bashkohen atyre. Kjo është një dilemë, kjo është një debat i cili do vazhdojmë ta diskutojmë, por gjithmonë nga pikpamja kulturale, nga pikpamja profesionale. A janë arkitektët tanë të aftë të bëjnë atë zhvillim që kërkon vendi sot? Mendimi im ka qenë është se arkitektët shqiptarë kanë vlerë. Ne arrim të shohim edhe projekte të realizuara pra në gjithë botën, edhe projekte të realizuara nga të huajt në vendin tonë, edhe projekte të realizuara prej studieve tonë. Diferenca, cila është diferenca? Është sasia, është vlerësimi që i bëhet për një arkitekti shqiptar dhe një arkitekti të huaj. Në rast se një arkitekti huaj merr 10 fishin e vlerës, normal që punën mund ta bëjë edhe pak më mirë. Atëherë ngelet që ne duhet rregullojmë edhe rregullat e lojës brenda vendit. Duhet të ketë një vlerësim më të madh për arkitektët vendas. Edhe për ta pasqyruar këtë besimin që unë kam, 2 vjet përpara unë shkruajta një libër, Albanian Architecture and Design. Libri pasqyronte punën e bërë deri në 2023 për të X studieve, kishte një lloj seleksionimi për çdo studio, domethënë prezantoheshin punët respektive pa pasur në konsiderat kohën. Dhe fatmirësisht në Beograd ky libër mori dhe Grand Prix për librin më të mirë të shkruar të arkitekturës. Dhe pse e mori? Nuk e mori pse është shkruar mirë. E mori dhe për përmbajtjen, për atë se çfarë përmban ky libër. Të njëjtën gjë ne shfaqëm edhe me 60 punimet e prezantuara në këtë bienale. Dhe unë kam besim domethënë që kjo plejade e re arkitektësh, djemë të rinj e vajza të reja, të cilët kanë studiuar jashtë, kanë studiuar këtu, janë përplasur me shumë probleme të zanatit, sepse zanati jonë nuk është i lehtë. Unë diku kam fjet nga ora 3 e mesit dhe shifet edhe pak në... Jo, nuk shifet, profesor, por unë kam vlerësim për arkitekturën, sepse them arkitektura është pasaporta e një qyteti, dhe personalisht e vlerësoj jashtëmase shumë si një nga artet më të bukura dhe aftësitë më të mëdha që njeriu ka patur në shekuj për të ndërtuar gjëra të bukura, për ta bërë të bukurën, për ta gdhëndur aty edhe në gur, edhe në arkitekturë. Kështu që për profesionin tuaj kam absolutisht respekt i jashtëzakonshëm dhe besoj, edhe unë jam optimiste për atë që ju thoni, që rrjetet tona akademike dhe studentore që prodhojnë burime të reja njerëzore në fushën e arkitekturës do të jenë të denjë për ta ndihmuar Shqipërinë të përparojë, që kështu kaq e gjallëruar sa ç'është, ndërsa kemi vizitorë të shumë që habiten kur vinë para 5 vjetësh, vinë pas 5 vitesh dhe shohin të dy ndryshimin e madh të Shqipërisë, të mund ta kemi në mënyrë progresive edhe në vitet që vinë. Dhe është lajm i mirë për ata që na ndjekin në këto momente që të kuptojnë që Shqipëria është përfaqësuar kaq denjësisht në Bienalen Ballkanike të Beogradit. Tjetër do doja theksoja, cila është vlera? Vlera është kur merren ndonjë çmim në Bienale. Atëherë ne arritëm të merrim një Grand Prix Studio Son Architects. E kuptoj. Me djem të mirë, me një grup studio mjaft të mirë, arritët të marrë një Grand Prix pra në Bienale. E kuptoj. Common Sense Studio mori një vlerësim për projektin e saj, e cila përputhej me temën e konferencës, New Bauhaus. New Bauhaus. Kështu që në një bienale me shumë shtete ballkanike të zhvilluar e tjerë, është shumë mirë kur përballemi. Ne arrim të marrim edhe çmime. Kështu që mua më bë zemra mal, domethënë, në momenti kur shikojmë edhe imazhet e kolegëve tanë, të cilat kanë ardhur në bienale, u ndoqëm edhe në leksionet e dhëna, dhe përshtypja ka qenë mjaft e mirë. E kuptoj. Kultura është edhe një mjet lidhës midis vendeve ballkanike.
Sigurisht. Arkitektura ndihmon këtë gjë. Ne jemi ambasador të kësaj kulture. Të komunikimit dhe bashkëveprimit mes tyre. Kam pyetjen e fundit për sfidat e Ballkanit në raport me arkitekturën, në vështrimin tuaj si profesionist dhe arkitekt i njohur në vend. Çfarë sfidash ka sot Ballkani arkitektur? Për të ruajtur traditën, historinë individuale të zhvillimit të vendeve të veta, apo ka një qasje më moderne, ta themi kështu, në mënyrë profane, siç mund ta themon të arkitekturës? Tani, dikur në një konferencë të bërë në Politeknik, ne diskutonim globalizmi dhe modernizmi. Janë dy terma bazal. Atëherë ku jetojmë? Jetojmë në një botë të hapur, ku kulturat lëvizin dhe kemi të bëjmë me një botë globale, domethënë ku tregtia dhe idet lëvizin nga një vend te tjetri. Kështu që për të qenë të mbyllur është pak vështirë. Domethënë dikur kemi qenë të mbyllur. I ruajtëm trashëgimin me fanatizëm. Në qartë. Por bëmë edhe gabime tjera si ishim të mbyllur. Ndërkohë që sot jemi shumë të hapur dhe duhet kemi një vëmendje. Vëmendja është ndaj tonës, ndaj trashëgimisë, ndaj asaj që na kanë lënë të parët. Këtë do ta kemi të shenjtë pavarësisht stileve moderne, avangarde që vijnë nga kushdo. Nga influencat jashtë. Pra Tirana, Shqipëria sot është bërë laboratori projektimit. Fal një vizioni. Një qasje më moderne të qeverisë shqiptare për të hapur në arkitekturë. I cili është një vizion progresiv. Një vizion i cili do donte ta vinte Shqipërinë jo në rrjeshtin e parë përsa i përket si më thonë zhvillimit modernist por një zhvillim real. Zhvillimi real ka të bëjë me zhvillimin e breakdate-it, zhvillimin e turizmit, zhvillimin e projekteve cilat lidhen me zhvillimin e zonave rurale, agroturizmit. Së fundmi, Ministria e Kulturës ka hapur edhe një projekt të ri, domethënë është projekti për rivitalizimin e kullave. Atëherë, tradita me të renë, nëse do të ecin bashkë, ruajtja dhe zhvillimi do të bënin që Shqipëria të ecë në rrugën e duhur. Si është komunikimi midis vendeve, cilat janë problemet, janë gati të njëjta, janë njësoj. Në Beograd kemi prapë të njëjtin zhvillues që zhvillon portin e Durrësit. Dhe edhe atje është një diskutim, domethënë, a duhet si më thonë, këto investime kaq të mëdha në fshinjësi me qytetin historik. Ka debate ka gjithmonë, por e rëndësishme është mund të ndërtojmë në diçka pa arkitektin, se bëjmë dot. Debati do të vazhdoj. Jemi të nështruar t'i besojmë. Debati do të vazhdoj, por në nivelin profesional, ne duhet pranojmë trendet e reja, por duhet jemi të kujdesshëm dhe për tonën. E kuptoj. Duhet jemi të kujdesshëm, jo vetëm për trashëgimin, por edhe pronën e përbashkët. E kuptoj. Ku edhe në një moment kur ne bëjmë japim një koncesion, japim një do të shikojmë interesat edhe interesat e vendit. E qartë. Për atë komunitetit. E kuptoj. Por e flasim për ka njëherë ka disa projekte me PPP. E kuptoj. Kjo nuk është temë e diskutimit për Bienalen, sot jam e detyruar të të ndërpresë, profesor, se nga shija e mirë e Bienales së 7 ballkanike, nuk dua të hyj pastaj diskutimit për gjëra të tjera që lidhen me arkitekturën pa diskutim, por që na çojnë në kanale të tjera. Jo, nuk e kam të kanale të tjera. Jo, nuk e kam diskutim, por janë në limitet e kohës. Bill operated transfer. Do të thonë duhet edhe kthimi mrapa i të mirave. Do të thonë jepet dikujt për të zhvilluar një gjë, por mbas 100 vjetësh duhet kthehet prapë. Prandaj thashë në këtë moment ky debat do më çonte në një vend tjetër për cilin nuk do të isha e përgatitur. Profesor, në pravisht ju falenderoj shumë që ishit sot me teleshikuesit e Radio Televizionit Publik. Faleminderit. Dhe ju uroj suksese dhe më vjen mirë që keni arritur rezultate të mira në Bienalen Ballkanike të Beogradit për arkitekturën, ku Shqipëria, siç ndoqet nga biseda, është përfaqësuar denjësisht. Eci më tej, nderuar teleshikues, me programin tonë.